The Little Way, a journey to the heart of Christian spirituality. Ju përshëndes të gjithëve, unë jam motër Teuta Augustini, motër e Shën Kryqit, e lindur në Prishtinë, i takoj provincës kroate të motrave të nsheshme të Shën Kryqit dhe për momentin jam në Vjenë tek motrat e provincës austriake, duke i vazhduar jam studimet master të teologjisë. Dhe sot më është dhënë rasti që të ndaj me ju ose të flas pak për një shenjtresh e cila ka jetuar vetëm 24 vjet, por që është aktuale edhe sot dhe mund t'ju ndihmoj shumë të rinjve dhe të gjithë njerëzve ta njohin rrugën e shkurt, sigurt dhe thjesht të dashurisë, sikur e ka gjetur ajo drejt Zotit. Është pra fjala për Terezën e vogël të Krishtit fëmijë, për Terezinën e Lizjeut, cila ka jetuar në Francë, dhe e cila si e vogël, si e re, pasi që veç i ka pas edhe motrat e saja në rregullin e Karmelit, ka pas dëshirë dhe ajo vetë të bëhet motër, por ka qenë refuzuar për shkak të moshës saj shumë të re, do të thotë, por ajo ka pritur, ka pas durim dhe së fundi është pranuar dhe është dashur që në mesin e motrave ta gjej vetën dhe rrugën e saj specifike që Zoti ja ka caktuar dhe ajo që Terezën e vogël e bën të dallueshme prej shajtërve tjerë është se ajo e ka zgjedhur një rrugë të thjeshtë, një rrugë të vogël të dashurisë ndaj njerëzve, duke u nisur prej dashurisë së Zotit. Do të thotë për hatër të Krishtit, për hatër të Zotit, të sojës e kështu me radhë, ajo duke ju përmbajt fjalës së shkrimit shenjtë, është munduar çdo ditë që ta jetoj këtë dashuri ndaj njerëzve, duke i treguar në këtë mënyrë Zotit dashurinë, sepse ai vetë ka thënë çka do që i bët dikujt prej njerëzve, edhe atij më të voglit ma keni bë mua. Prandaj edhe ajo e ka zbuluar çdo ditë më tepër Biblën, shkrimin shenjtë, por kisha për të theksuar se në beslidhjen e re ajo e ka njohur, do të thotë drejt për drejt Jezu Krishtin dhe është munduar të meditoj këtë fjalë të Zotit çdo ditë dhe thotë se duke lexuar ka gjetur aq shumë përgjigje dhe sa herë e ka marrë në dorë tekstin e beslidhjes re, gjithnjë e më tepër ka zbuluar jetën e Jezu Krishtit dhe në drita të ndryshme, porosi të ndryshme, dhe thotë sa herë isha duke u lutur, duke e lexuar këtë fjalë, e kisha një ndjenjë se gjithçka është e larë me dritë, e praruar, të thotë, dhe këtë prezencë të dashurisë së Jezu Krishtit e ka gjetur si të gjallë, jo vetëm në shkrimin shenjtë, por edhe në sakramente, edhe në kishë, edhe vërtet duke e lypur, duke e kërkuar misionin e saj, i cili është i dhuruar pikërisht asaj personalisht, ajo e ka gjetur përgjigjen se në kishë, e cila është trupi mistik i Krishtit, cila jemi ne gjithë të pagzuarit, në atë kishë roli i saj është të jetë dashuria. Do të thotë në zemrën e kishës, në nësime, unë e kam gjetur veten, unë do t'jem dashuria. Dhe këtë dashuri
të cilën ajo e ka marrë, ka dasht edhe ta ndaj me të tjerët, dhe vërtet e ka bërë këtë në gjeste të vogla, thjeshta, të përditshme, e ka mundur veten dhe ka jetuar dashurinë, por ajo ka pasur dëshirë dhe këtë mesazh të dashurisë së Krishtit, i cili e ka dhënë jetën e vet, duke na dashur dhe ka vdekur në kryq, duke na thënë, ja ku jam, na ka mbet besnik, i ka mbet besnik dashurisë ndaj nesh, ndaj hyjt këtë dashuri të cilën ajo e ka zbulu të Jezusit, e cila po i dhurohet asaj dhe po e ushqen atë, ta ndaj me gjithë të tjerët. E ka pas një zell apostolik, ka pas dëshirë të jetë edhe misionare me një mënyrë, por duke qenë se ka jetuar në kuvend, karmelitanet janë në rregull i motrave që jetojnë më tepër si në klauzur, do thotë brenda, nuk janë aq aktive në botë. Ajo e ka gjetur mënyrën, pra ajo ka shkruar, dhe kjo ka qenë mënyra e vet me anë të cilës ajo ka mundur të dalë jashtë në një mënyrë prej kuvendit saj dhe të komunikoj me njerëzit tjerë, pra ajo ka shkruar një lloj ditarit saj çdo ditë, ka shkruar mendimet e veta, përjetimet, si ajo e ka kuptuar fjalën e Hyut dhe këtë zell misionar për t'ju treguar gjithëve për Zotin e ka shkruar. Dhe edhe pse ndoshta thash nuk ka qenë misionare fizikisht, ajo është bërë pajtore, bashkëpajtore e misioneve. Pra, Hyu, Zoti ja ka plotësuar këtë dëshirë në një mënyrë indirekte dhe shpalljen e fjalës, shpalljen e ungjillit, ajo e ka arrit në këtë mënyrë, sepse sot librat e saj lexohen kudo nëpër botë, është shumë simpatike si shenjtresh e re, dhe flet në një mënyrë shumë të kuptueshme, thjesht, të përditshme, si njeriu, si shpirti komunikon me Hyun. Kështu edhe quhen librat e saj, do të thotë shkrimet edhe rruga e vogël, ose rruga e shpirtit saj ndaj Zotit. Prandaj për shpirtrinë e sotme, për njerëzit e sotëm, është gjithashtu me rëndësi, e kemi të përkthyer në gjuhën shqipe, Terezën e vogël të Krishtit fëmijë, ndoshta ti marrim edhe shkrimet e saja e ti lexojmë, e kjo do të na ndihmon shumë për të kuptuar se secili prej nesh është shumë i veçantë, është shumë i dashur nga Zoti, nga Hyi, dhe secili prej nesh mund ta gjejë këtë rrugën e vet drejt shenjtrimit, e ndoshta shkrimet e saj, mënyra si ajo e ka përjetuar dhe e ka gjetur Hyun, do të na ndihmojnë në rritjen tonë personale, për shpirtrinë tonë. Kjo është edhe dëshira dhe mesazhi im për gjithë ne, që ta rigjejmë pra Terezën e vogël të Krishtit fëmijë. Ajo ka vdekur në vitin 1897, pra vitin e ardhshëm do të jenë 130 vjet të kalimit saj në Alshim. Besoj se do të jetë viti i shënuar dhe uroj gjithëve pra që të përparojmë në rrugën e shenjtërisë e në rrugën e thjeshtësisë, sikurse ka arritur ajo duke e dashur Zotin.